Kur jemi tek talentet prestigjioz dhe virtuoz të instrumenteve të tyre, së bashku me mua kam një personazh i cili ka kontribuar në zhvillimin e muzikës dhe edukimin e brezave të ri. Pikërisht Mentor Sulejmani është emëruar përgjegjës i katedrës shqipe në Shkollën e Mesme të Muzikës dhe Baletit Ilija Nikolovski Luj në Shkop, ku ai udhëheq nxënësit në rrugën e artit dhe kulturës. Mirë, po për të biseduar për të gjitha këto informacione së bashku me mua në studio kemi mentorin. Faleminderit shumë që u zgjove herët dhe që je së bashku me ne për të na informuar dhe për postin tënd të ri. Faleminderit Valbona për ftesën. Njerët e falenderoj edhe Aiden që ishte pjesë e koncertit tonë, tash i pashim gjirimet që i ka filmu. Edhe faleminderit e kjo e zgjimi herët, ma jemi mësu. Mentor, fillimisht pamje pak para se të fillon biseda, pra nga koncerti i fund vitit. Na trego pak si ishte ky koncert i fund vitit, si u gjeti të përgatitur, po ashtu edhe stafi i pedagogëve dhe profesorëve. Koncertin e fund vitit Shkollës Muzikës e kemi çdo vit, domethënë është sikur çdo vit e kemi mbajt. Tradit e shkollës. Mirë, këtë radhë zgjodhëm që të kemi nxënës më shumë të shkollës së ulët. Do të thonë, sidomos kemi pas kujdes të ketë nxënës që janë në përfundim të shkollës së ulët, pak në motivim të ardhes në shkollë të mesme. Zakonisht kur e bëjmë audicionin e fëmijëve që paraqiten për t'i parë cili do të merr pjesë, janë shumë, edhe dëshira është se cilit edhe nxënësve dhe profesorëve të jenë pjesë e koncertit, por ne do ta bëjmë një përzgjedhje që t'jetë sa më i bukur për publikun. Gjatë audicionit ne e shohim për afërsisht se si do del koncerti, po kësaj radhe për fat mirë doli edhe më mirë prej pritshmërisë që i kishim. Domethënë edhe publiku edhe print ishin të kënaqur, po edhe fëmijët kanë performuar mirë në instrumentet e tyre. Besoj që secili që ka qenë aty edhe shikues tash që patën mundësi ta shohin, kanë pas një vullnet të mirë me pa një muzikë të mirë. Sa ishin nxënësit të përgatitur, të themi për dallim nga vitet e kaluara? Pjesa e kësaj përgatitjes, nxënësit zakonisht në këso lloj koncertesh ose provimet fund vitit janë të përgatitur gjithmonë, po muzika ti e din vetë që qenë pjesë e shkollës tonë, muzika e ka këtë mangësi për shkak se mpytjen emocione, mpytjen shëndeti, mpytjen kishim një nxënës që nuk mujti me qenë prezent, do me thonë një ditë para ju ka kecu shëndeti edhe nuk erdhi, do me thonë pjesa artistike, pjesa e muzikës, e interpretimit është shumë e ndihshme, do me thonë nxënësi mundet me qenë shumë i përgatitur, gjithçka në rregull, një minutë para asaj diçka nuk shkon mirë, edhe nuk mund me dal performanca si duhet, po kësaj here ndoshta energjia ishte ashtu, ka qenë me të vërtetë perfekt edhe i përgëzoj të gjithë nxënësit pjesëmarrësit me një bravo të madhe. Unë pikërisht kur flasim për tremën dhe ato emocionet e para skenës, unë asnjëherë nuk kam menduar që në fakt do ta kaloj atë tremë, të cilën gjithmonë e kam zotëruar viteve kur kam studiuar dhe kur kam mësuar në shkollën e mesme, mirë po ja që sot ja shoh të themi si themi ne hajrin asaj pune, sepse me të vërtetë mundëson që edhe të flasim më lirshëm në publik, mirë po edhe interpretimi të jetë sa më i lehtë. Mentor, Shkolla e Mesme Muzikës është shkollë profesionale, e cila nxjerr shumë talente për shumë gjenerata radhazi. Na thuaj sa kanë filluar regjistrimet e vitit 2025 dhe 2026? Po tash jemi në pritshmëri në fakt të regjistrimeve. Vetëm se interesimi ka filluar, do me thonë paraqiten, interesohen, marrin platformën e shkollës. Tash në përfundim të klasës së 9, shpresojmë që të kemi sa më shumë nxënës, se ne jemi gjithmonë i presim me shumë dëshirë, po ne kemi edhe një pasqyrë parafërsisht për shkak se Shkollës Muzikës normal njerëzit që nuk e din i bashkangjitet shkolla e ulët. Do të thonë fëmijët fillojnë qysh në 9 vjeçar në shkollën fillore, fillojnë të ndjekin kursin e Shkollës Muzikës, i cili është në kuadër të shkollës, është kurs shtetëror, se ka njerëz që nuk e din, nuk është kurs privat. Do të thonë si fillon nxënësi në klasë të parë në shkollë të mesme, në shkollë të fillore, ashtu mundet të paraqitet edhe në shkollë të muzikës, në kursin e muzikës, edhe fillojnë paralelisht i mbajnë edhe zgjedhin instrumentin muzikën, edhe
shkollën fillore. Mandej kemi një pasqyrë kur më rinë të klasa e 9 se cili do të vazhdon, do të jetë në shkollë të mesme, më duket se numri do të jetë i mirë, shpresojmë që do të paraqiten edhe tjerë, edhe bëj apel normal edhe të gjithë prindet spari që po dhe fëmijët ndoshta janë mosh të vegjël për me vendos, po te prindet shkolla muzikës ofron një spari në lokacion shumë të mirë, një staf të pedagogëve të shkëlqyer, një rahati të pjesës shumë të rëndësishme të fëmijëve gjatë shkollës së mesme që është shumë pjesë e ndihshme, ka një rahati për shkak se janë me numër jo shumë të madh, kemi shumë paralele të mëdha që fëmijët nuk mund ta tregojnë veten ose mundësinë nuk mund ta japin ata që për shkak numrit të madh, ne është, domethënë, bukfalisht sikur një shkollë private shumë e shtrenjtë. Po është shkollë e shtetit, është paralele shqipe, jemi krejt shqiptar, profesor të mirë. Kja. Profesor shumë të përkushtuar në fakt. Unë dua mentor pak t'ja u shpjegojmë edhe pjesën e se si përcaktohet instrumentit si në moshë të vogël. Unë personalisht nuk kam pasur shkollë të ulët, mirë po kam ndjekur pjesën teorike, pra nga viti i parë në shkollën e mesme, paraqitesh për të ndjekur pjesën apo drejtimin teorik, ku më pas vjen edhe shumë degë të ndryshme, si muzikologjia, vjen po ashtu edhe historia e muzikës, mund të ndjekësh të vazhdosh studimet, po ashtu mundesh edhe të jesh dirigjente e korit, si që kam vazhduar unë, mirë po ta përcaktojmë pak këtë në moshën shumë të ri, si përcaktohet instrumenti, për ata që nuk e din. Zakonisht, viti i parë në shkollën e ullët, dhe me thonë shkollën fillore, fëmijët fillojnë, dhe me thonë, me landën e solfegjës. Edhe mësojnë notat, taktimet, gjitha këto me radhë. Kurse vitin e dytë, solfegjë vazhdon gjithë studimin dhe t'i vazhdon. Nuk mundem me t'i ikim. Nuk mundem me t'i ikim, dhe me thonë, i bashkangjitet instrumenti. Në moshë të fëmijëve, përcaktimi i instrumentit bëhet nga dëshira e fëmijëve, edhe normale e prindve, po dëshira e fëmijëve. E tash, sa e kanë të saktat për zgjedhje, zakonisht fëmijët i zgjedhin instrumentet që e shef shokun ose shoqen atë violina, piano është numër të parë. Po, ka instrumente shumë që nuk janë të përzgjedhura, sidomos nga gjeneratat e reja nga fëmijë, si janë viola, flauta, piccolo, kemi, dhe me thonë, gitara, instrumente që nuk janë shumë të... Ka deficit se po thua të këto? Ka shumë, e tash cila është arsyeja, besoj edhe në botënore ka deficit, si janë si instrumente pak më deficitare. Mirë po, përzgjedhja e instrumentit, do të thonë me një fjalë, nuk bëhet me një testim ose diçka të... është vetë dëshira e fëmijës e tani. Duke vazhdu, duke u pa talenti, duke u pa sa ka intonim edhe sa duhet të vazhdo në instrument, ka, do me thonë, nxënës që gjatë shkollimit edhe ndrojnë instrumentin fillon kushtimisht në violin, piano, 2-3 vite mandej, mundet me marrë gitarën. Ose sole këndimin. Sole këndimin, po. Sole këndimin, do me thonë, zakonisht, pse është pak i qasëm, për shkak se fëmijët duhet t'jenë në shkollën fillore, klasa e 7, 8 edhe 9. A zakonisht në shkollë të muzikës i binë sa ma të vegjel. E tash, në klasë 7, 8, 9, mundet me përzgjedhë sole këndimin. Kjo është e përcaktuar për shkak se fëmijës i ndryshon zani dhe nuk mund ta marrin prej fëmijë ta kultivojnë atë drejtim. Pikërisht në fillim të emisionet e përmenda që shkolla e muzikës është shkollë profesionale, pra nuk është një shkollë rëndomt ku të gjithë mund të gjejnë veten, pra duhet që pak a shumë të ketë një talent, të ketë një dashuri të madhe për artin, për muzikën, mirë po t'i informojmë edhe shikuesit edhe për provimet pranuese, sepse për shkollën e mesme sigurisht ka edhe provime, regjistrime të ndryshme, testime të ndryshme. Ti tregojmë pak a shumë këto etapa që duhet kaluar çdo student? Po tash, pasi që është shkollë profesionale, mirë po duhet ta kem parasysh, do me thonë edhe nxënësa që mendojnë të vinë ose prindet, ta kenë parasysh se është shkollë profesionale, po është e hapur për të gjithë. Do me thonë, edhe ta kenë një tash me këto testimet të maturës që i bojnë vitin e 4, një fëmijë që i kryen testimet mundet në çfarë do drejtimi
pas shkollës së mesme të vazhdon. Nuk do e mos të tjetë vazhdon muzikë. E tash talentin zakonisht ka fëmijë që nuk kanë qenë në shkollë të ullët, po fëmija i talentum rreth muzikës e artit ajo dihet. Do me thonë, gjithmonë është dikush në familje që ashtu, nëse pak e ka, mund të na kontakton neve si kur pedagog, ne gjithmonë, kur kemi pas, do me thonë, dëshirë ose nxënësa që kanë dashur me regjistru në shkollë të mesme të muzikës, po nuk e kanë shkollën e ullë, ju kanë ndihmu, sidomos profesor të solfegjos, edhe të teorisë kanë ndihmu një bazë të lehtë, disa orë para provimit pranus. Provimi pranus është normal si në shkollë profesionale, shifat suksesi edhe talenti rreth muzikës. Unë, kur flasim për drejtimin e muzikës, një rol shumë të madh luajnë edhe prindërit. Ka edhe shumë prindër të cilët nuk i lejojnë ndoshta edhe fëmijët e tyre ta ndjekin në ëndrrën e tyre. Si qëndron kjo tabu pak, a ka ndryshuar rreth viteve, sepse unë jam një gjeneratë shumë, të themi pak më e vjetër se gjeneratat e fundit, mirë po, më përpara ka qenë pak, si të them, e çuditshme t'i thuash prindërit dua të vazhdoj me muzikën, dua të vazhdoj këtë drejtim, të ka pyetur për punësime, të ka pyetur për shumë dilema tjera që të presin në jetë. Si qëndron bashkëpunimi me prindërit? A janë prindërit ata që i sjellin fëmijët tash, apo si qëndron? Kjo pyetje, kjo çështje gjithmonë më ka udhëheq në jetë, edhe pak e kum mendu pak unë mendimin tim. Unë mendoj që nuk ka prind që ja don të keqen fëmijës. Normalisht. Po është jo informata ose jo sa duhet i informuar për pjesën e muzikës edhe artit. Do me thonë, qofse një prind nuk është marrë me muzikë me art, ai nuk ka pasqyrë të saktë se çka do të ndodhë me fëmin, po qofse e mbaron ose të ketë punësim, sa ajo është shumë e rëndësishme për një person, besoj. Mirë po, është 100% e sigurt nëse një fëmijë e ka talentin, është dhunti prej Zotit dhe nuk e ka secili. Edhe po qofse ajo i ndërpritet, mendoj që do t'jetë një dëshirë e paralizuar për ta njëjtën, po qofse ajo kultivon talentin që ja ka dhënë, e tash me dëshirë e me qef nëse e bën një punë, pa dyshim se do të ketë rrugë shumë të hapura, muzika, arti bashkon botën, jo një punësimin e ato punë. Do me thonë, kjo është momenti që mendoj që prindërit zakonisht nga jo shumë informacioni edhe friga se çka do të bëhet, po nëse është i talentuar e don, mandej është edhe pjesa që 4 vite në shkollë të mesme, nuk është edhe përcaktimi i jetës së tij. Është një shkollë e mesme ku kisha bë apel deri te krejt prind, mendoj që është pjesa më e rrezikuar ndaj gjatë jetës të formimit e një fëmijës, është pjesa ku adoleshencës fëmijët janë pak ashtu. Te ne në shkollë çka është përparësia është se nxënësa nuk janë shumë, janë një numër i vogël që shoqërohen, janë bashkë me neve, edhe ti din vetë thash ki shoqënie, vetë ke mësuar ty, do me thonë nuk kemi nxënës që ka dështu në herë prej te shkolla jonë, tash falë këtyne kushteve mendoj. Janë fëmijë shumë të përzgjedhur dhe janë fëmijë as pak problematik, do ta veçoja këtë gjë sepse ndonjëherë në shkolla që ka një numër shumë të madh të nxënësve, do del një fëmijë. Mundet me ndodhë, nuk është patjetër, po. Mirë, po në shkollën e muzikës gjithmonë ka qenë një rreth shumë i përzgjedhur, një rreth do të thojë artistësh, të lindur dhe të përzgjedhur që nga një moshë shumë e re. Mentor, të kalojmë tek posti yt i ri. Ti për shumë vite je pedagog i violinës, pra arsimtar i violinës në shkollën e mesme të muzikës, mirë po tani të dha dhe posti i përgjithshës të katedrës shqipe në shkollën e mesme. Si e more lajmin, si po e percepton të gjithë këtë ndryshim me angazhimet e plota që i ki tani që po të shtohen? E mira ka qenë Valbona se ne jemi kolektiv jo shumë i madh. Po për të tjerë, gjithmonë kur po spjegoj, po më duket se ti i din gjitha, po më po spjegoj për njerëzit. Do me thonë, ne jemi kolektiv shumë i vogël, po edhe besa shumica e kolegëve kanë qenë nxënës, i një profesorit tash është koleg, ose jemi rrit bashk, tash jemi profesor bashk, do me thonë, ne jemi shumë të afërt si koleg. Dallimi
po thuj se nuk ka asnjë dallim në aspekt të kolektivit të tash sikur udhëhecës i paraleles. Dhe me thonë, në atë aspekt jam shumë rahat se na vetë përzgjedhemi, vetë vendosim, bashkë vendosim, nuk kemi kur gjatë që bëjmë vetë. Për derisa shembull, nëse i pat ky post, ta themi me një shkollë të re që s'ke punu, nuk i njeh kolektivin, ajo ndoshta është përgjegjësi më e madhe, normal. E tash këtu, në atë aspekt, nuk më ka ndryshu shumë, përveç se, dhe me thonë, vullnetit e ndë më të madhë, ne gjithë mundohemi bashkë, gjithë japim ideja bashkë, i realizojmë bashkë, kështu që është shumë e lehtë, besoj, me t'jesh një udhëheqës në kësoj lloj kolektivi edhe kësaj lloj shkolle. Besoj që po shkon mirë, tash rezultatet besoj që do t'i shohim në vazhdim, është periudhë shumë e shkurtë, po ne si shkollë, do të thonë, hecim para. Edhe çdo vit është më mirë, çdo vit jemi më mirë edhe me nxënës ndoshta, po edhe me kualitet edhe me mbend, besoj që do të ecë vetëm para. Më bëhet shumë qefi në fakt që tani edhe rritet numri i pedagogëve, rritet edhe interesimi i fëmijëve, mirë po siç po potencojmë është një shkollë profesionale dhe ka shumë orë individuale, pra që ka të bëjë vetëm profesori, arsimtari me nxënësin. Më thuaj, mentor, a ka deficit të pedagogëve për të përcaktuar disa lëndë ose instrumente shqiptar në shkollën e mesme të Ilija Nikollovskit Lluj? Në gjeneratën time normalisht kemi pasur pak a shumë mungesë të profesorëve dhe kemi ndjekur në gjuhën maqedone, që nuk ka qenë një problem shumë i madh, mirë po si qëndron tani situata? Situata është kështu, më herët që e përmenda dhe me thonë, zakonisht fëmijët paraqiten në instrumente që janë më ose më të dëgjuara. E tash, deficitar ka në ato instrumente që i përmenda që shembull kushtimisht, nuk kemi tazam një profesor ose balerin të diplomuar, nuk kemi. Ose tazam një profesor i violës, na mungon. E kemi një violiste, është Ylza, e cila punon në filharmoni, e përshëndes shumë, po nuk kemi numër të madh që vjen në shkollë të muzikës e tash të presin nxënësat të vinë e ti çelet, po. Do me thonë, kjo në këtë aspekt ka deficit instrumente, po janë shumë pak. Do me thonë, gjithçka është në Shqip, përkundrazi kemi nxënësa maqedon që i patë edhe në koncert, do me thonë që janë të profesor shqiptar. Kjo nuk ka ndodhur më herët, si vjeti kemi në flaut është një nxënëse, në klarinet është një nxënës, violin gjithmonë kemi pas në shkollë të mesme, ka një nxënës dy që janë ka një instrument dytë, po tash po ketë, do të thëmë, ka edhe në instrument parë, do me thonë instrumental, maqedon që janë në të instrument shqiptar. Kështu që ne jemi në bashkëpunim gjithmonë me shkollën edhe me kolegët të Maqedon, nuk jemi të ndonë, bashkëpunojmë bashkë, do të thonë nëse është një deficit të ne, është të ata i kombinojmë, i bëjmë bashkë. Bashkëpunimi gjithmonë ka qenë në nivel edhe me palën tjetër dhe gjithmonë kemi pasur edhe shoqëri të mirë, të mirëfillt, persona që kemi një qëllim në jetë dhe ajo është arti dhe arti gjithmonë i bashkon të gjitha mangësitë dhe mungesat që mungojnë në fakt rreth nesh. Mentor, unë mendoj që të gjitha i tha, mirë po përfundisht edhe mesazhi yt për të gjitha ata prindër të cilët duan që të regjistrojnë fëmijët e tyre në muzikë, mirë po kanë disa dyshime. Cilët ishte mesazhi juaj, po ashtu edhe tani si përgjegjës, të cilin ju e tregoni në fakt shumë pastër pasqyrën e shkollës së mesme, pra mesazhi më i qartë që mund ta ndajmë për prindërit. Kështu, pikrisht një fjali të formuluar nuk kam, po qofse kanë një lloj dyshimi ose jo shumë, jo dyshimi, po dojnë të dinë pak më shumë, që ju premtoj që nuk kanë njohuri as shumë të mëdha si shkolla e mesme, pa tjetër që të na kontaktoni, edhe besoj që secili nga pedagogët edhe unë vetë në çdo moment jam i gatshëm të ndihmoj, t'ju shpjegoj, do me thonë, pranojmë nxënësat që nuk ka shkollë të ulët, përgatitet për provim, nuk është diçka që nuk është realizuar, e provim është bërë edhe për ata nxënësat që s'kan të ulët. Shkolla është
Rast konkret jam unë, që nuk kam pasur shkutur. Ne ke pas edhe ke korë sukses shumë të madh, ju komplet si gjenerat, do me thonë, jeni ndër gjenerata që kanë vazhdu, po thuj se 80% në muzikë. Kështu që ju bëj apel që le të vinë, të konsultohemi, le të aprovojnë, besoj që kanë me kalu më mirë se në shumë shkolla. Faleminderit shumë mentor që ishe së bashku me ne dhe shpresoj që regjistrimet të jenë më të dalluarat nga vitet e mëparshme dhe me të vërtetë të vinë kuadro të reja, kuadro shumë të talentuar dhe që sigurisht ju pret një jetë e tërë që të bëhen yjet ndoshta edhe në skenat botërore. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Mirupafshim.